Ju përshëndes me zhvillimet kryesore të kësaj të diele, do ndalemi tek aktualiteti ku më shumë se 30 vite semaforët rikthehen në qytetin e Vlorës. Projekti ka nisur të zbatohet në disa nga akset më të rëndësishme, me qëllim rritjen e sigurisë rrugore dhe uljen e numrit të aksidenteve. Në total parashikohet vendosja e re 40 strukturave semaforike në kryqëzime të ndryshme të qytetit, ndërsa projekti do të përfshijë 9 segmente rrugore. Në Vlorë ka nisur edhe realizimi i projektit për vendosjen e semaforëve dhe pikërisht segmenti parë rrugor ku ka nisur puna edhe për vendosjen e këtyre të fundit është pikërisht aksi transballkanike, ndoshta një nga akset më problematike në qytet, por njëkohësisht edhe me numri më të lartë të aksidenteve rrugore. Ky projekt ka për synim rritjen e sigurisë rrugore në qytetin bregdetar të Vlorës, por gjithashtu edhe shmangjen e trafikut. Pas më shumë se 30 vitesh semaforët rikthehen në qytetin e Vlorës. Projekti ka nisur të zbatohet në disa nga akset më të rëndësishme me qëllim rritjen e sigurisë rrugore dhe uljen e numrit të aksidenteve. Në total parashikohet vendosja e re 40 strukturave semaforike në kryqëzime të ndryshme të qytetit, ndërsa projekti do të përfshijë 9 segmente rrugore. Punimet ka nisur nga aksi transballkanike, një nga rrugët më problematike dhe me qarkullimin më të dendur në Vlorë. Firma e cila ka fituar të drejtën për realizimin e këtij investimi ka nisur punën për krijimin e infrastrukturës së nevojshme për vendosjen e semaforëve. Përveç transballkanike, semaforët do të vendosen dhe në rrugën Alidemi, si dhe segmentet që lidhin bulevardin me aksin transballkanike, përfshirë rrugët Kosova, Gjergj Araniti dhe Gjergj Kastrioti. Projekti pritet të përfundojë brenda 30 ditëve dhe synon të lehtësojë qarkullimin e automjeteve, të shmang trafikun dhe të rrisë ndërgjegjësimin e këmbësorëve për respektimin e rregullave të qarkullimit. Rikthimi i semaforëve pas 3 dekadash konsiderohet një ndërhyrje e rëndësishme për një qytet që po përballet çdo vit me rritje të ndjeshme të trafikut, veçanërisht gjatë sezonit turistik. Ndërmarrja e gjelbërim pastrimit në Vlorë po vijon punën për vendosjen e kontenierëve të rinj dhe sistemimin e ambienteve përreth tyre, ndërsa njëkohësisht vëmendje e veçantë po i kushtohet dhe gjelbërimit të qytetit. Gjatë një interviste për Blu Televizion, drejtoria e gjelbërim pastrimit në Vlorë, Anjeza Shiko, ndalet në prioritetet e këtij sezoni turistik. Ndërmarrja e gjelbërim pastrimit në Vlorë po vijon punën për vendosjen e kontenierëve të rinj dhe sistemimin e ambienteve përreth tyre, ndërsa njëkohësisht vëmendje e veçantë po i kushtohet edhe gjelbërimit të qytetit. Drejtoria e gjelbërim pastrimit në Vlorë, Anjeza Shiko, thekson se një tjetër prioritet mbetet vendosja e koshave për mbetjet e riciklueshme, me synim mbajtjen sa më pastër të territorit, sidomos gjatë sezonit turistik. Një vëmendje shtuar po i kushtohet kryesisht zonës së Lungomares, ku është synuar dhe shtimi i hapësirave të gjelbëruara për t'i dhënë qytetit një pamje më të pastër dhe më çlodhëse. Bashkia e Vlorës ka bërë zvendësimin e kontenierëve ekzistues 1.1 metër kub, të cilët përdoren për hedhjen e mbetjeve urbane. Kontenierët të cilët janë zvendësuar në pjesën më të madhe të qytetit dhe është një aksion i cili sërish vazhdon. Bashkëritur me procedurën e vendosjes së kontenierëve të rinj, është bërë dhe rrethimi i pjacollave apo vend grumbullimit të mbetjeve për të ruajtur një ambient sa më të pastër, dhe nuk mjafton me kaq, por bashkia dhe ndërmarrja e pastrimit ka vijuar vendosjen e koshave për hedhjen e mbetjeve plastike, të cilat janë mbetje të riciklueshme, për të mbajtur sa më pastër ambientin përreth. Dhe për këtë gjë ju bëjmë thirrje qytetarëve që është vendosur për gjatë pjesës së Lungomares, atje ku është dhe fluksi më i lartë i qytetarëve, që mbetjet të hidhen në këtë destinacion që është krijuar tashmërisht në Bashkinë e Vlorës, dhe përveç kësaj vihet re një shtim i hapësirave jo vetëm të gjelbëruara me ngjyrën e gjelbër që ka gjelbërimi, por janë shtuar shumëllojshmëri ngjyrash nëpërmjet luleve të shumta që bashkia ka vendosur dhe mbjell në çdo cep të territorit të saj. Synimi mbetet që qyteti i Vlorës të ofrojë një ambient më të pastër dhe më të gjelbëruar gjatë sezonit turistik, në mënyrë që gjatë periudhës verore të krijohet një atmosferë më e këndshme dhe të çlodhëse si për qytetarët ashtu dhe për turistët. Mungesa e fuqisë punëtore, shumë prej bizneseve turistike të Imarës janë detyruar të marrin fuqi punëtore të huaj. Punojësit vinë kryesisht nga Filipinet, Nepali, India, Bangladeshi apo Myanmari, të cilët punojnë me kontrata të rregullta të nënshkruar në vendin e origjinës. Sipas tyre, ata punojnë në kushte të përshtatshme dhe me paga të mira.
Për shkak të mungesës së fuqisë punëtore, shumë prej bizneseve në Imar, kryesisht ata të cilët operojnë në sektorin e turizmit, janë detyruar të marrin fuqi punëtore të huaj. Punonjësit vinë kryesisht nga Filipinet, Nepali, India, Bangladeshi apo Myanmari, të cilët punojnë me kontrata të rregullta të nënshkruara në vendin e origjinës. Në intervistat e tyre, ata shprehen të kënaqur me punën të cilën kanë siguruar. Punonjësit e huaj tregojnë se paga e tyre është e kënaqshme në krahasim me atë çfarë merrnin në vendin e origjinës, teksa dhe kushtet e punës janë të favorshme. Gjithashtu, ata thonë se qyteti i pëlqen shumë. Të mirëpritur pohojnë se janë ndjerë dhe nga banorët e zonës në të cilën punojnë. We are from Philippines. Unë jam nga Filipinet, po punoj këtu prej më shumë se një vit. Për mua puna këtu nuk ka qenë e vështirë, pasi dhe në Filipine kam punuar në supermarket, hipermarket, kështu që nuk kam vështirësi. E vetmja vështirësi që kam është me mësimin e gjuhës shqipe. Kam mësuar disa fjalë në shqip, vetëm për përshëndetje apo dhe monedhat pasi punoj kasiere këtu. Pronarët këtu janë shumë të mirë me ne. Kjo është arsyeja pse punojmë shumë, pasi sillen shumë mirë me ne. Banorët, klientët këtu janë shumë të mirë, janë shumë të sjellshëm me ne. Për mua pagesa është shumë e mirë. Jetoj këtu me bashkëshortin dhe jemi të kënaqur. Because I was living here with my husband. Yeah, that's why for me it's good here a little. Yes. My name is Sangita Bike. I'm from Nepal. Emri im është Sangita Bike dhe vi nga Nepali. Unë punoj këtu prej 3 vitesh në kas. Në fillimet e mia ishte tepër e vështirë, ndërsa tashmë është më e lehtë, pasi kam mësuar se si të punoj. Më parë unë kam punuar dhe në një hotel, tashmë punoj në market. Puna ime është shumë mirë. Përshëndetje, sjeni, and falenderit, and like more. Krahas pagës, punonjësit e huaj të cilët vinë për të punuar në Imar përfitojnë dhe akomodimin falas, por dhe shumë prej tyre ushqimin. Të huajt në sektorin e turizmit janë shtuar nga viti në vit, teksa ata vinë kryesisht me kontrata 1 deri 3 vjeçare të rinovueshme. Shumë prej tyre janë prej vitesh të punësuar në jug të vendit. Çështja e njësimit të pensioneve apo e njohjes së kontributeve mes dy shteteve është një diskutim i zhvilluar prej kohësh me Greqinë. Kryetari i Bashkisë së Imarës Vangel Tavo gjatë një interviste për Blu Televizion është shprehur se grupet e punës të dy vendeve po punojnë me qëllim që marrëveshja të kalojë më pas edhe në parlamentet respektive. Çështja e njësimit të pensioneve apo njohjes së kontributeve mes dy shteteve është një diskutim që zhvillohet prej kohësh me Greqinë. Ndoshta për arsye teknike nuk ka ecur ashtu siç duhet, por tashmë është rikthyer sërish në tryezën e bisedimeve. Kryetari i Bashkisë së Imarës Vangel Tavo ndalet te një çështje që është diskutuar dhe komentuar jo pak herë, duke theksuar se grupet e punës të dyja vendeve po punojnë me qëllim që marrëveshja të kalojë më pas edhe në parlamentet respektive. Sipas Tavos, kjo do të ishte padyshim një zgjidhje në interes të shumë emigrantëve që kanë punuar në Shqipëri dhe Greqi, apo që kanë punuar fillimisht në shtetin fqinj dhe më pas janë kthyer në vendlindje. Ata pritet të përfitojnë nga kjo marrëveshje duke mos humbur vitet e punës dhe kontributet e sigurimeve shoqërore. Çështja e njësimit të pensioneve, pra të njohjes reciproke të kontributeve të sigurimeve shoqërore në dy vende, dy shtetet, ka kohë që ka filluar të diskutohet me Greqinë, për arsye teknike të pastra nuk ka ecur ashtu siç duhet me ritmin e dur dhe është një moment që të rikthehet, ndërkohë është rikthyer në tavolinën e diskutimeve. Grupe teknike të dyja vendeve janë takuar disa herë dhe po punojnë që përfundimisht të miratohet në të dy parlamentet, pra të mbyllet marrëveshja, të miratohet në parlamentin shqiptar e parlamentin grek kjo marrëveshje në mënyrë që të përfitojnë të gjithë emigrantët shqiptarët që janë në Greqi, të përfitojnë nga të dy vendet, pra nga kontributi që kanë derdhur edhe në Shqipëri dhe në Greqi dhe anasjelltas dhe në Greqi dhe në Shqipëri. Kështu që është në interes të një numri shumë të madh emigrantësh shqiptarë që kanë emigruar në Greqi dhe që kanë punuar për vite të tëra atje, por nga ana tjetër kanë punuar edhe në Shqipëri, ose edhe për ata që kanë nisur për parë punën në Greqi, por që kthehen në Shqipëri dhe fillojnë të kontribuojnë këtu, pra të paguajnë kontributet këtu. Pra është në interes të një numri shumë të madh shtetash shqiptarë që do përfitojnë nga kjo marrëveshje.
Njësimi i kontributeve të sigurimeve shoqërore mes dy shteteve shihet si një zgjidhje për shumë shtetat shqiptar, të cilët rrezikojnë të humbasin vitet e punës dhe kontributet e tyre, si gjatë kohës që kanë punuar në Shqipëri ashtu edhe në Greqi. Kjo çështje është rikthyer tashmë në tryezën e diskutimeve dhe pritet që shumë shpejt të ofrojë edhe një zgjidhje. Të pandihmuar dhe të paorientuar nga shteti, fermerët e Kurjanit të Roskovecit braktisin vreshtarin duke zvendësuar me kulturën e ullirit. Sipas fermerit e Shreftoro, i cili kultivon vreshta prej 32 vitesh pa ndërprerje, çmimi i ulët i shitjes së rushit, mungesa e tregut dhe subvencionet e pamjaftueshme detyruan këtë braktisje, ndërsa sot kanë mbetur vetëm 5 vreshtar. Të pak ndihmuar dhe të paorientuar nga shteti, fermerët e Kurjanit në Roskovec braktisën vreshtarin duke zvendësuar me kulturën e ullirit. Dykurth pothuajse gjithë territori i Kurjanit në Roskovec ishte i kultivuar me vreshta, duke e kthyer në shtyllën kryesore të ekonomisë lokale. Nga 100 hektar sipërfaqe kultivuar me vreshta sot është reduktuar në 5 hektar. Sipas fermerit e Shreftoro, i cili kultivon vreshta prej 32 vitesh pa ndërprerje, çmimi i ulët i shitjes së rushit, mungesa e tregut, rakia dhe vera stok, subvencionet e pamjaftueshme detyruan shumë banor të kësaj zone të braktisin vreshtat, teksa thekson se sot kanë mbetur vetëm 5 vreshtar. Situata është e vështirë për shumë arsye. Arsyeja e parë është tregu, e dyta fuqia punëtore, se dikur zona e Roskovecit me në krye Kurjanin kishte jo më pak se 100 hektar vreshta. Jo më pak se 100 hektar vreshta, po me kalimin e kohës, me vështirësinë e tregut, fillojnë të reduktohen, duke i kthyer në ullishte për arsyeën e tregut, për arsyeën e punëtorëve, po kryesore ishte tregu. Dhe sot kam mbetur? Sot ka ngelur shumë pak gjëra të papërfillshme, ka ngelur për të bërë qefin rreth 5 hektar vreshta. Midis këtyre 5 hektarëve, gati 2 kam unë, kam rezistuar deri tash për arsyet e mia, edhe si vreshdasësh, si kultivuesi i vreshtit, po edhe e kam në një farë mënyre duke patur varietetet e tilla, e kam patur dhe tregun në krahasime të tjerë. Edhe jam munduar ta bëj cikël të mbyllur punën time, duke bërë një mini kantinë, edhe duke patur varietetet nga më të mirat. Dominon Kaperneti Sauvignon, do punon, ka dhe pak vlosh autokton, edhe një pjesë tjetër të sheshit zi. Kilogrami i rushit në kohën e... Kilogrami i rushit është për të ardhur keq. Është për të ardhur keq. Në krahasim me punën që ka, unë jam nga të rrallët, për shembull, që kam shitur me 7 deri 800 lek kilogramin e Kapernetit dhe me 500 lek sheshi, duke patur cilësinë më ekstra. Po fermerët e tjerë? Fermerët e tjerë kanë qenë te 400 lekshi, 450 lekshi. Kështu që kjo i bëri ata që të heqin dorë në kjo punë. Ana tjetër, pjesa e shtetit që nuk ka vënë dorë në këtë drejtim. Unë personalisht, sikur të kisha ndihmën e shtetit, sa tokë të kisha do ta kisha bërë vresht. Jeni subvencionuar ndonjëherë? Unë për pak jam subvencionuar për një 5 lymsh që më kapi shpejt, kurse pjesën tjetër e kam bërë vetëm me forcat e mia, me punën time. Kushtet klimatike, a kam ndikuar? Kushtet klimatike, sidomos për zonën tonë, janë nga më të mirat. Vetëm do një dorë ndihmuese nga shteti. Çfarë kërkoni konkretisht nga shteti? Konkretisht unë kërkoj subvencionim, të paktën të pesticidet. Pastaj edhe për karburantin, se unë kam çik të mekanizuar, se me krah nuk arrit duke mos patur fuqi punëtore. Po edhe një ndihmë për vaditjen me pika, se unë pjesërisht e kam bërë, po sa rrit do ta bëj të gjithë. Po që në çik ndihma e shtetit, unë mendoj se do na japin çik krah, edhe unë që kam ngelur mos ta zhduk. Po një orientim për gjetjen e tregut. Po dhe për orientimin e tregut unë mendoj kështu. Shteti nuk do vit më gjej më treg, po shteti në kohën e rushit të shtrëngoj doganat në hyrjen e rushit. Shteti është rregullator. Ndërkohë fermeri Qamil Kuka po onse përballë këtyre problematikave braktisi tërësisht vreshtarin për ta kultivuar gjithë sipërfaqen me ullinj. Ishte pamundur të përballojë kostot për të bërë shërbimet e nevojshme, thot ai, teksa thekson se në këto kushte u detyrua t'i pres të gjitha ardhit. Në fshatin ton kishte shumë fermerë që u morën me vreshta, mollën vreshta, edhe arritën në një pikë që u mbi ngarkua me vreshta atë, dhe
prodhimi nuk po shkonte. Arriti tek kilogrami i rrushit vali 250 deri 300 lekë vjetra. U detyruan njëri pas tjetrit filluan të prishin vreshtat dhe ta mbillin ulli. Një nga ata isha dhe unë, që kisha në fillim 5 dylim vresht. Në këto 5 dylim merja goxha 100-120 kujtal rrush. Një pjesë e beja raki dhe verë, ndërsa pjesën tjetër e shisja. Po erdhi një kohë edhe rakia nuk po shkonte, po edhe kilogrami i rrushit arriti siç thash 250, kështu që arrita që e mbolla ulli. Kështu tani e kam vetëm ulli. Ulli kam mbjell gati 7-800 rrenj ulli, po i kam në fazën e rritjes. Sidomos zona jon, jo vetëm fshati Kurja, po tash i zonë lart, është pothuajse 80% është mbjell vetëm ulli e gjithë sipërfaqja. Një lloj siç ka që me vreshta. Po më shumë, ka kaluar më tepër ulli tani, po them që janë asaj 20% të sipërfaqes që janë mbjellë me kultura të tjera. Pjesa tjetër është komplet ulli. Traditën e vreshtarisë u detyrua ta lërminjanë edhe fermeri Astrit Abedini. Zotroi një sipërfaqe të konsiderueshme, por e kam reduktuar në një dynim, thot ai. Unë më përpara kisha pak më shumë nga 2 dylym, po tani nga 2 dylymi i bëra 1 dylym. Sepse po e shikonim që e shturp ta thuash po prin dylym vresht ne nuk e shisim dot. Edhe tani dëgjon çfarë do bëhet, është shumë vështirë. Edhe të gjithë tokat ne kemi bërë ullin, unë për shembull personalisht i kam bërë të gjitha tokat ullin. Po më duket se edhe te ulliri me çfarë po shikojmë si vjet, do kthehemi prapë te vreshti. Ne duam një orientim sepse pa orientimin e shtetit secili punon kot. Dhe në rast se ulliri si vjet nuk do shkoj, ne do kthehemi prapë te vreshti, kështu besoj. Unë them më mirë duam një orientim nga shteti. Këtë mendoj. Sipas fermerëve, në sistemin e kaluar, sipërfaqet e mbjella me vreshta zgjidhin 80% të territorit të Kurjanit, me një prodhim vjetor rreth 200 ton, ndërsa sot kjo traditë është drejshuarjes. Ata thonë se çdo ditë edhe më shumë po rënohen dhe po shkojnë drejt falimentimit për shkak të mungesës së vëmendjes nga shteti. Të ndalemi te kultura, grupet të cilat këndojnë këngën tradicionale dhe ato të polifonisë duhet të jenë më të kujdesshëm pasi rrezikojmë të humbasim traditën. Kështu është shprehur Sejmen Gjokoli, mjeshtër i polifonisë, sipas të cilit edhe tematika duhet të përzgjidhen me kujdes nga këngëtarët që kënga të mos humbas vlerat. Grupet të cilat këndojnë këngën tradicionale dhe ato të polifonisë duhet të jenë më të kujdesshëm pasi rrezikojnë të humbasin traditën. Sejmen Gjokoli, mjeshtër i madh i polifonisë, thot se tematika duhet të përzgjidhen me kujdes nga këngëtarët që të mos humben vlerat. Sipas Gjokolit, këngë polifonike ka në të gjitha vendet, por ajo e Shqipërisë është një vlerë e shtuar, e vlerësuar dhe e mbrojtur nga UNESCO, dhe nëse duam që kjo traditë mbetet gjallë dhe të vlerësohet, duhet të përkujdesemi për të. Në rast se nuk do të ketë një thirrje, po them unë, dhe një përkujdesje në këtë rast edhe nga institucionet, që të paktën ne kemi detyrim tani që këtë vlerë që është edhe e shpallur edhe si kryevepër e trashëgimisë gojore të njerëzimit, sepse duhet ta themi, këngë polifonike ka në të gjitha vendet, ka sa të duash, të rralla janë bile ato shtete apo ato kombe që nuk e lëvrojnë polifonin, të kënduarit pra pa instrumenta. Por vetëm ne shqiptarët jemi shpallur si kryevepër dhe jemi shpallur pikrisht për veçoritë që kjo këngë ka. Në rast se ne pasaj e degradojmë këtë, atëherë kjo nuk është në ajo kënga që është vlerësuar edhe nga institucionet, po themu prestigjioze të kulturës botërore, siç është UNESCO në këtë rast. Kështu që pikrisht këtu duhet vendosur ai filli ku që duhet i ndaj këto probleme. Sipas Gjokolit, grupet apo këngëtarët e polifonisë mund të marrin pjesë në eventet, tryeza, davete familjare për të kënduar, duke u vlerësuar ekonomikisht, por kurse si kënga nuk mund të kthehet në mall tregu, që kushdo që paguan një vlerë të caktuar mund t'i thuren reshta dhe t'i këndohet. Unë do të thosha që duhet të jemi të kujdesshëm në një gjë, duhet të dallojmë kur kjo këngë ftohet nga institucionet, apo nga grupe shoqërore, apo po them në një ditëlindje, në një dasëm, në një fest. Kjo po, duhet të shkosh edhe pse jo, edhe të marrësh mbrapsht atë punë që ti bën e tjera, si gjithë vlerat e tjera. Po në rast se ne këtë pasaj e kthejmë një këngë që dikush porosit atje, dikush porosit këtu, dikush për një gjë, dikush për një gjë tjetër, atëherë këtë këngë ne e kalojmë tamam sikur jemi në një treg të gabit.
dhe të arrim që ne të orientojmë këngën tradicionale në këtë drejtim, do të thotë që i kemi bërë një dëm të madh, jo thjesht asaj treve që këndohet kjo këngë, po i kemi bërë një dëm të madh kombit, sepse këto janë inde të drejt për drejta të trashëgimisë kombëtare. Pra këtë duhet mendojmë. Shpesh vitet e fundit kënga vlonjate, ajo labe por edhe polifonia e trevave ka ndryshuar në tematikat që këndohet, duke i thurë reshta kujtdo, mjafton thjesht të paguhet që për ta të këndohet. 300 artistë të folklorit në bashkë shqiptar të organizuar në 13 grupe elektrizuan qytetin e Konispolit dhe risollën shkëlqimin e artit burimor në sofrën Konispolate të ngritur në zemrën e Çamërisë. Festivali Sofra Konispolate u ndoq nga banorët të bashkisë Konispol. 300 artistë të folklorit në bashkë shqiptar të organizuar në 13 grupe elektrizuan qytetin e Konispolit dhe risollën shkëlqimin e artit burimor në sofrën Konispoliate të ngritur në zemrën e Çamërisë. Ati ku lindi e kërcet vallja trimërore e Osman Takës dhe ku është burimi i këngës dhe vallës Çame, u takuan ansamble e grupe me emër nga Saranda e Delvina, nga Vlora dhe Kavaja, nga Imara e Lunxheria. Artistët popullor të ardhur nga Plava e Gucia, nga Vitia e Podujeva, me folklorin e tyre të mbajtur gjallë të përcjellë në breza, formuan artistikisht artën e Shqipërisë etnike në sofrën Konispolate 2026. Unë jam Sabiana Demi, jam në klasën e 7, dhe kur dëgjoj muzikën e Dhadhe dhe Çame, ndihem si kur rritem menjëherë. Dhadha nuk është thjesht një argëtim pa shkolle, por është një mënyra për të treguar se kush jam dhe nga dhi. Jemi shoqëria kulturore artistike Shekao Moja Karanfilit, vina prej vunthajve Plavës dhe Gucis, cila gjendet në Maltezi. Është qendra kulturore artistike Ana Morava nga qyteti i Vitinjës, zona Ana Moravës. Ne jemi shoqëria kulturore artistike Flaka Llapit nga Podujeva. Vim mbi 7 orë udhëtim për me bë bashkimin kombëtar me art Konispol ku ruhet tradita. Nga Kavaja, jemi grupi folklorik i qytetit Kavajës, grupi Vlla. Sonde jemi në Konispol me grupin e grave e Rodon Tona Marandon, është grupi i Sarandës. Kemi ardhur në një festival shumë të bukur që organizon Konispoli. Ne jemi grupi Kahonët të Delvinës. Marrëm pjesë për herë të parë në festivalin, në edicionin e 2 të festivalit Sofra Konispolate. Atmosfera festive e këngët tradicionale dhe vallet popullore mbushën mbrëmjen e së njëjtës në qytetin e Konispolit, ku u zhvillua edicioni i radhës i festivalit folklorik Sofra Konispolate. Në skenën e ngritur në qendër të qytetit performuan ansamble nga jugu dhe veriu i Shqipërisë, si dhe grupe artistike nga Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Çamëria. Publiku ndoqi me entuziazëm interpretimet e këngëve polifonike, valleve tradicionale dhe larminë e kostumeve karakteristik të trevave të ndryshme, ku jetojnë shqiptarë dhe ku jetën dhe pasuria shpirtërore etnografike i identifikon. Organizatorët thonë se festivali synon rritjen dhe promovimin e folklorit shqiptar, si dhe forcimin e lidhjeve kulturore mes brezave. Vangel Tahos, drejtori i Qendrës Kulturore në Bashkinë Konispol, tha se Sofra Konispolate po kthehet për të dytin vit në një pikë të rëndësishme takimi për artistët e bardhësit e traditës burimore. Erdhi momenti që Sofra Konispolate 2026 të shpalosi vallet e bukura Çame, vallet e bukura etnike, vallet e bukura të Malësisë. Pra, kjo sofër sot i përmbledh të gjitha trevat dhe të gjitha vallet dhe këngët që përmban në Shqipëri dhe jashtë saj. Ky edicion i dytë i Sofrës Konispolate është zhvilluar fal mbështetjes së Këshillit të Qarkut të Vlorë dhe Bashkisë së Konispolit. Në këtë edicion të dytë kemi rreth 300 artista që do performojnë. 13 grupe artistësh të cilët do t'japin performancën e tyre vallet e bukura të traditave, jo vetëm Çame, por edhe të traditave të tjera, si që është labëria, si që është vallet etnike, epirote. Pra, kjo sofër do të shpalosi edhe njëherë vlerat e saj kulturore artistike që ka Shqipëria dhe jashtë saj. Festivali i Sofra Konispolate u ndoq nga banorë të Bashkisë Konispol, nga artistë të njohur dhe vizitorë të shumtë. Të pranishëm ishin edhe përfaqësues të Qarkut të Vlorës e të Bashkisë Konispol, që u bën mbështetës të eventit, si dhe prefekti i Qarkut të Vlorë, Evi Saushi.
Përmes kënaqësisë së takimit me artin popullor, festivali Sofra Konispolate dha mesazhin e ruajtjes së identitetit kulturor shqiptar përmes traditës folklorike. Festivali në këtë edicion të dytë mblodhi bashkë qindra artistë, grupe folklorike dhe qytetarë nga trevat shqiptare dhe diaspora, duke kthyer Konispolin në një qendër të promovimit të trashëgimisë kulturore shqiptare. Në konferencën e përbashkët mediatike kemi ndalur te politika, strukturat e emergjencës civile, forcave të armatosura, prodhimi i armëve dhe municioneve në prag të sezonit veror, i cili i thuajse çdo vit shoqërohet me zjarre masive apo problematika të tjera, komunikuan disa prej masave që janë ndërmarrë. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi bashkë me shefin e shtabit të forcave të armatosura Arben Kinçi, kreun e emergjencave civile Haki Çako dhe drejtorin e kompanisë shtetërore të prodhimit të armëve dhe municioneve ushtarake Ardi Veliu, kanë qenë në një konferencë të bashkët mediatike. Forcat e armatosura mbetet një nga shtyllat kryesore të sigurisë kombëtare dhe një kontributor i rëndësishëm në ato rajonal dhe ndër. Aktualisht forcat e armatosura operojnë me rreth 250 efektiv në misione operacionale dhe aktivitete jashtë vendit në kuadër të partneritetit që kemi me NATO, Bashkimin Evropian apo me OKB-n, tha ministri në nisje të fjalës së tij. Në fokus, deklaroi ai, janë sistemet e mbrojtjes ajrore me rrezë të shkurtër e të mesme, sistemet dron dhe antidron, kapacitetet e mbrojtjes kibernetike, fuqia e zjarrit të artillerisë, mjetet taktike të blinduara, sistemet e komunikimit të informacionit si dhe nxitja e inovacionit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Njoftoi se në 2 vitet e fundit, rekrutimet e forcave të armatosura janë rritur me mbi 90%, ku një pjesë e konsiderueshme aplikantëve kanë arsim të mesëm dhe të lartë. Pjesëmarrja e grave dhe vajzave arrin në 12.13% për çdo fazë rekrutimi. Megjithëse jemi në prag të sezonit veror, i cili thuajse çdo vit shoqërohet me zjarre masive apo problematika të tjera, ministri komunikoi disa prej masave që janë ndërmarrë. Janë forcuar strukturat në nivel qarku, rritur bashkëndrimi institucional, janë përditësuar planet e reagimit, identifikuar zonat me rrezik të lartë, është forcuar monitorimi në terren, koordinimi me policinë e shtetit dhe janë rritur kapacitetet njerëzore e teknike. Kemi një fond për mbrojtjen civile, i cili për vitin 2025 ka qenë diku 800 milion lek, ndërsa për 2026 parashikohet të arrijë 1 miliard. Paralelisht, nuk janë ndalur në asnjë moment trajnime, stërvitjet në përputhje me mekanizmin evropian të mbrojtjes civile, bëri me DIA. Edhe Çako vuri theksin te fenomeni i përsëritur i zjarreve. Të gjitha strukturat kanë mekanizmat për të përpaguar zjarret. Koriku dhe gushti dihet që krijojnë situata të jashtëzakonshme. Mëtej Nufi nuk la pa përmendur marrëveshjen e firmosur në fund të prillit të 2026 midis kompanisë shqiptare Caio SHA dhe gigantit italian Fincantieri, momenti i cili sipas Nufit shënon një zhvillim strategjik për industrinë detare në Shqipëri. Nga një pasion i hershëm, Tezjau u kthye në një profesion për shpresa dahri. Në vite ajo ka të kurrur punime të ndryshme. Aktualisht edhe pse rendimenti i punës ka ndryshuar, shpresa dahri ende vazhdon e thurr, kryesisht punime me motive patriotike për çamërim, por dhe me simbole kombëtare. Përgjatë sistemit komunist në vend, shpresa dahri punoi në Tezgja. Me rënien e sistemit, profesionin e saj të dikurshëm e zhvendosi në një ambient të shtëpisë së saj, ku edhe po punon prej vitesh. Nga një pasion i saj i hershëm, Dahri e ktheu Tezgjahun në një profesion me të cilin ndër vite është marrë, duke ja dalë të mbajë edhe familjen e saj. Përgjatë viteve ka thurur punime të ndryshme, teksa siç tregon edhe vet, për 15 vite rresht ka punuar në Tezgja për orë të tëra. Me kalimin e viteve dhe të moshës, rendimenti sigurisht ndryshon, për shpresa thot se ende vazhdon e thurr, kryesisht punime me motive patriotike për çamërim, por edhe me simbole kombëtare. Fakti është që unë që 14 vjeç kam filluar punë artistike me ndëjset e karikeve. Kem punuar ndëjset e karikeve me kashtë plazi. Ndërkohë që përfundoi kashta dhe po paksoi puna, u ktheva në repartin e qylimave. Në atë kohë kem punuar goxha vite. Sa erdhi demokracia, u mbyll reparti. Ndërkohë rrita fëmijët se ishim të vegjël dhe në 2009-2008 jam përpjekur që të merja një tezgja të punoja se nuk dile, u rritën fëmijët dhe ishte e nevojshme për të punuar. Dhe të them drejtën kam punuar goxha, në 24 orë 2 orë flia. Sa thonë edhe fëmijët sot ma kemi fjetur me zhurmën e tezgjahut. Aq shplodhej trupi im, sigurisht është shplodhur gjithë natën me ato 2 orë gjumë. Megjithatë, elhamdulillah, falenderoj Zotin, më ka dhënë fuqi që ja arritëm qëllimit, edhe unë dhe bashkëshorti im, se dhe ai ka punuar në peshkim shumë. I kthej në 4 të mëngjesit dhe kthej në 11 natës. Ka shërbyer në profesion për familjen? Patjetër që po, kam punuar shumë dhe ja kam dalë.
Falenderoj Zotin që më ka dhënë fuqi, më ka dhënë dhe dije se ndërkohë që unë punova që lyma, rrugica me porosi, trupi edhe rajnë qik se punova shumë gjatë ditës, sa ka qenë një moment që mua më merrte kokën, më dridhe koka sikur më zuri korrendi, aq shumë lodhesha. Ti ke bërë punimet për vete, vetjak? Për me porosi. Unë kam punoja vetëm që atë punë që bëja, të përgjigjesha vetë për atë punë, me një fjalë. Se po të punoja me shoqen, nëse ana ime punohej ndryshe dhe shoqes punohej ndryshe, do të përgjigjesha për të, ndërsa kështu mbaja një përgjegjësi vetë dhe përgjigjesha për atë punë që bëja. Ndihesha dhe e lumtur që klienti kur merrte punën, ndihesh i lumtur. Po ndihesha unë me e lumtur një herë, pastaj ajo, se po të kënaqesha unë me punën që bëja unë, dije që do kënaqesh dhe personi tjetër që e merrte. Çfarë kanë në thelb punimet tuaja? Punimet e mia kanë bërë qylyma, rrugica, çanta, harta, portrete të patriotëve të Krahitmës së Çamërisë, nga që unë jam çame, jam shumë patriote, e dua shumë Çamërinë. Por edhe në vetvete ky profesion ka ndryshuar drastikisht. Tezgjau sipas shpresatarit është drejt zhdukjes. Profesionin e saj të vjetur nuk ka mundur të trashëgojë tek fëmijët, të cilët janë larguar e janë emigrim. Dari thot se për të mbajtur gjallë këtë profesion është e gatshme të kontribuojë në mësimin e brezave të rinj në Tezgja, por nëse pushteti do të investonte në hapjen e shkollave apo kurseve profesionale. Nuk e kam trashëguar, fëmijët e mi u shkolluan dhe vazhduan rrjedhën e jetës. Siç ikën gjithë të tjerët, më ikën dhe mua fëmijët, keq më vjen se s'ka ku të vej më, se i doja para syve, si niprit e mbesat fëmijët e mi, fjalët e ëmbla, se kjo është jeta, siç u rritëm dhe ne me prindrit tanë me të afërmit. Po me çfarë do bësh tani, sipas kohës, kjo erdhi koha sot dhe do përballemi, do ta pranojmë këtë gjë. Nuk e punon më njeri. Unë kam dhe porosi, më kërkojnë dhe porosi për të punuar, por nuk mundem dot më, se gjatë kohës që unë punova shumë, se kam bërë gati 15 vjet që punova në një fazë pune shumë të ngarkuar. 20-22 orë në ditë i kisha vetëm punë. Shtrihesh atje 5 minuta sa të hikte ajo djegja e shpatullave dhe direkt ulesha në Tezgja. Sa vinte personi që më sillte porosi, thoshja kur do iki që të ulem të punoj, se më ikte koha, doja të bëja një qylim për 13 ditë, ishte 19 orë, që me shoqen e 4 veta e bënim për një muaj. Të rinjt vërtet, kësaj pune nuk i futen dot njerëz, se nuk ka tregshitje. Unë për shumë, po të kishte tregshitje, unë jam shumë e gatshme që të hap një repart të madh, të mbledh vajza edhe çuna kam mësuar, meshkuj kam mësuar të punoj Tezgja. Po jam e gatshme që ta hap atë Tezgja, t'i ndihmoj, t'ju udhëzoj edhe, ama duhet të jetë një ndihmë nga bashkia që të bëjë një gjë të tillë, që të hapi repartin dhe të gjejë tregun e shitjes. Po pati tregshitje do hapet puna, s'pati tregshitje nuk harriet të bëhet. Shumë prej profesioneve ndër më të bukura të cilat zotëroheshin nga një pjesë e konsiderueshme e popullsisë, me kalimin e viteve rrezikojnë zhdukjen. E një ndër to është edhe Tezgjahu, një profesion të cilin nuk po e mësojnë më të rinjt, duke të rreshur shumë pak, për mos thënë fare interesin e tyre. Gjithçka e përgatitur nga redaksia, duke ju falenderuar dhe përshëndetur. Mirupafsi.